Nën organizim të Këshillit Opozitar u bë mundshëm takimin ndërmjet Bilal Kasamit nga Lëvizja Besa dhe Fadil Zendelit nga radhët e RDK-s. Sipas tyre, gjitha kjo po bëhet me qëllim që të rrëzohet pushteti të cilin e vlerësuan si kriminal, ndërsa shtuan se ky është vetëm një hap drejt formimit të një bloku të gjerë opozitar shqiptar. Arjanit Hoxha theksoi se detyra e Këshillit Opozitar është që të formojë një opozitë të vërtetë. Sipas tij, nga ky takim do të pasojnë edhe një seri takimesh tjera me partitë tjera opozitare shqiptare. Është një nismë fillestare për të debatuar për periudhën parazgjedhoreve, për çështjet të cilat i tangojnë qytetarët shqiptarë dhe për mënyrën e organizimit të opozitës të mirëfillt në Maqedoni, e cila do t'i bëjë ballë kësaj qeverie, kryesisht të pushtetit VMRO dhe PD. Fadil Zendeli nga radhët e Rilindjes Demokratike Kombëtare theksoi se vetmja rrugë për të ballafaqëruar me qeverinë aktuale është bashkimi i partive opozitare shqiptare. Ne kemi pasur edhe kontakte të mëhershme me Lëvizjen Besa, me parti tjera, rreth asaj ideje që qarkullon, brenda opinionit shqiptar, që të vinë deri te unifikimi i faktorit politik shqiptar, duke parë si një parakusht, për mobilizimin e elektoratit shqiptar, që të mund, të ballafaqohen me një pushtet që është tërësisht i kriminalizuar. Kryetari i Lëvizjes Besa Bilal Kasami theksoi se për të arritur deri në ndërimin e pushtetit duhet të ketë një bashkëpunim më të gjerë të bllokut opozitar shqiptar. Kjo është një fillim i mbar, besoj unë, që duke nisur me RDK-n, këtë bashkëpunim ta zgjerojmë edhe me subjekte tjera, të cilat janë të interesuara që shqiptarët e Maqedonisë ta largojnë këtë keqje e cila është në pushtet. Të njëjtit u hamendën kur u pyetën nga Televizioni 21 për mundësinë që të ketë bashkëpunim edhe me partitë opozitare maqedonase, duke thënë se tani për tani bëhet fjalë vetëm për bashkëpunim me partitë shqiptare opozitare.